Mirë, kush do t'jenë antarët e kabinetit të ri dhe çfarë do të thotë përgjithsisht duke nisur nga politika jashtme, pasi natyrisht edhe kjo është një pikë e rëndësishme që na intereson ne shqiptarëve, e veçanërisht në rastin e Kosovës, pasi Gjermania ka pasur një rol të rëndësishëm në diskutimet mes Kosovës dhe Serbisë. Kush mund të jetë ministri i ri i jashtëm i Gjermanisë? Ministri i jashtëm i Gjermanisë i takon CDU-s, domethënë kancelarit. CDU-ja domethënë e ka Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë domethënë edhe kancelarin, siç thuhet, sikur se tek ne që thuhet kryeministria, domethënë këtu ndahet, i shkon fituesit dhe Bundeskancelarit, domethënë Friedrich Merz, Ministria e Punëve të Jashtme, sepse këtu shikohet që të ketë marrëdhënie të mira për atë arsye dhe i takon Merz për të bërë bashkëpunimin, për të shtuar bashkëpunimin me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç janë thënë edhe herën e fundit, domethënë janë dobësuar këtë lidhje dhe Gjermania këtu ka rol në Bashkimin Evropian që t'i forcojë këtë lidhje me Bashkimin Evropian, sepse synohet që BE-ja të ketë edhe forcën e sigurisë, ndoshta edhe ta kthejë që NATO të jetë më tepër koncentruar në Bashkimin Evropian dhe nëse amerikanët vendosin që të tërhiqen nga NATO, atëherë Bashkimi Evropian që të jetë e gatshme ta luajë rolin e saj, domethënë dhe për atë arsye këtu domethënë është vërë theksi nga Friedrich Merz që ta ketë politikën e jashtme, edhe pse për këtë në negociat thuhet se ai ka humbur sepse ka dhënë domethënë Ministrinë e Financave SPD-s dhe ndërkohë që mund të thuhet parandaj unë mund ta them se kishte një koalicion kuqezi. Mirë, ministria... Më falë, po, Esmeralda mund ta vazhdoj për shembull sa i përket marrëveshjen e koalicionit CDU-CSU, për shembull në emrat CDU-ja do të marrë ministrinë, domethënë siç thash, kancelarin, pastaj këtu janë, CDU-ja i ka marrë, domethënë 6 ministri, SPD-ja 7, ndërsa CSU-ja i ka marrë 3 ministri. Përveç CDU-ja do të marrë për herë të parë ministrinë e jashtme, siç thamë, pas 60 vjete, këtu përmendet domethënë emri Armin Laschet, pastaj e të tjerë konsiderohet domethënë se ministria siç thamë një rëndësie shumë e rëndësishme. Prandaj do t'i takoj pra CDU-s Ministria e Çështjeve Ekonomike, Energjetikës, pastaj Ekonomisë, Ministria e Arsimit e Familjes dhe departamentet që do të ndahen, domethënë do të kombinohet nga kjo një ministri, sipas raportimeve të vazhdueshme, CDU-ja do të jetë përgjegjëse për këtë ministri, pastaj të shëndetësisë, Ministria Digjitale, dhe këtu kanë rënë dakord që gjithashtu për të krijuar një ministri të re të digitalizimit dhe modernizimin e shtetit, pastaj Ministria e Transportit. Ndërsa CSU-ja merr ministritë të mëparshme, siç është për shembull Ministria e Teknologjisë, e Hapësirës dhe e Bujqësisë, sepse Bayeri njihet për bujqësi dhe ata domethënë CSU-ja është bërë ose është deklaruar se është e kënaqur. Ndërsa SPD-ja merr ministritë e mëparshme, sa i përket për shembull siç thash Ministria e Financave, e Mbrojtjes, që do drejtohet njëjtë sikur më parë nga Boris Pistorius, që e kishte domethënë këtë ministri, pastaj e merr Ministrinë e Punëve të Çështjeve Sociale, Ministrinë e Drejtësisë, të Ndihmës për Zhvillim, Mjedisit edhe të ndërtimit, siç thotë në BAUHA Ministerium, edhe domethënë këto ndarje të ministrive që në fakt po i bie që SPD-ja ka fituar më tepër, i ka marrë më të rëndësishmet, dhe kjo domethënë e vën edhe një pozicion të lakmueshëm dhe vërtet Gjermania jep shans gjitha ose jep model bëhet për gjitha shtetet, ndërsa domethënë prap dy koalicionet ose si më thon koalicioni është baraspeshuar sepse vërtet është bërë ndarja reale, ndarja shumë racionale, të themi që do të bëhet edhe në këtë rast do të themi sikur të bëhej edhe në Kosovë një gjë e tillë. Edhe sa i përket edhe migracionit. Për shembull, migracioni duhet për shembull Merz ka premtuar se do të ketë kufizime, se të gjithë refugjatët të cilët janë mësim Gjermanisë do të kthehen në kufi, dhe mirë po do të ketë, nuk do të hiqet e drejta për azil,
dhe gjithsesi të gjithë njerëzit të cilët kanë fituar drejtën këtu për të leje qëndrim nëse punojnë, atëherë ata do të integrohen dhe nuk janë të rrezikuar që të dëbohen nga Gjermania, ndërsa për kriminalët, për gjitha njerëzit të cilët rrezikojnë rendin kushtetues ose të cilët mbaren nga ndihma sociale, atëherë ata nuk do të kenë, si të themi, të ardhme të mirë në Gjermani. Mirë, dua të kthehemi edhe një herë tek politika e jashtme. Çfarë mund të ndryshojë qeveria e re, Kristian-Demokratët, në politikën e tyre të jashtme, duke pasur parasysh edhe një fjalim të mbajtur nga Friedrich Merz me njëherë pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje? Po vërtet, sa i përket politikës së jashtme, qeveria gjermane tani, domethënë, ka marrë zotimin dhe ka bërë zotimin se do ta përkrahë luftën në Ukrainë, do ta përkrahë Ukrainën dhe në këtë aspekt nuk do të ndryshojë asgjë, ndërsa nuk ka patur zëra shumë të mëdha sa i përket se sa a do ta financoj apo do ta ndihmoj në mënyrë ushtarake, mirë po gjithsesi Friedrich Merz, kancelari, është deklaruar se do ta ndihmoj në çdo aspekt, edhe nëse kjo nuk i pëlqen Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si thash, do të tërhiqen që NATO-n t'ua lënë evropianëve në duar. Gjithsesi edhe sa i përket investimit në ushtri dhe në strukturat e sigurisë të brendshme, për atë arsye edhe Bajeni e ka marrë përsipër CSU-ja, Ministrinë e Punëve të Brendshme, për të bërë domethënë sigurinë në vend, sepse tani është e rëndësishme në këto kohë globale dhe shumë të rrezikshme. Prandaj edhe sa i përket politikës së jashtme, kancelari Friedrich Merz besoj që është edhe njëri i përshtatshëm për të lidhur këto lidhje tradicionale siç e ka pasur Gjermania, sepse dihet Gjermania, Franca, Anglia kanë qenë shtetet e para më të forta që e kanë vënë në jetë para Bashkimin Evropian, krijimin e Bashkimit Evropian, një Evropë të bashkuar, domethënë me lëvizje të lirë, pa këto kontrollat dhe pa kufizimet shtetërore, siç i bëjnë domethënë radikalët ose kjo ekstremi i djathtë. Prandaj Merz për atë arsye ka zgjedhur, ka hequr dorë nga ministri i financave për të qenë domethënë në krye domethënë sa i përket politikave të Bashkimit Evropian, sepse CDU-ja, siç e dim, ka një traditë në këtë aspekt, por gjithsesi as SPD-ja nuk është më pak, dhe besoj që edhe sa i përket marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj që do të bëhet gjithë e mundshme për t'i vënë në nivel të duhur këto marrëveshje, mirë po vazhdimisht duhet të thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vurë këto sanksione sa i përket eksportit të automjeteve dhe industrisë dhe gjërave tjera, mirë po shpresoj që tani bashkimi i këtij koalicioni besoj që do të vihet, do të kryejë ura lidhëse dhe një bashkëpunim, një komunikim të mirë, mirë po kishte edhe disa tone nga SPD-ja të cilët filluan me kritikë, nuk besoj që kjo është e mirë, duhet vazhdimisht ta kërkojmë komunikimin.